është më shumë e interesuar që t'i krijoj institucionet apo ta çojë vendin përsëri në zgjedhje në mënyrë që të shfaqsohet edhe një herë para opinionit publik apo ta kultivoj aureolën më tepër themi të viktimës, se si e tillë po pengohet e po penalizohet nga subjekte tjera politike me qëllim të krijimit të institucioneve. Dhe kjo ka të bëjë me tema ekskluzivisht mbase ndërkombëtare që ende nuk janë bërë qarta, mund të jenë frikë, mund të jenë kalkulime të partisë fituese të zgjedhjeve se mund të përballet me presion ndërkombëtar sa i përket zotimeve që ka marrë në procesin e dialogut të Brukselit. Dhe me qëllim që të shtyhet gjithnjë më tepër, do thotë, me qëllim që të blehet kohë në këtë drejtim, nuk përjashtohet mundësia që të shkohet në zgjedhje, por jo për arsye të brendshme. Pra po tham, nëse shkohet në zgjedhje dhe tema e presidentit mund të jetë vetëm si pretekst që të shmonget gjithnjë më tepër ballafaqimi me këto obligime ndërkombëtare në drejtim të zbatimit të detyrimeve të marrëveshjes së Brukselit, sepse është e qartë tashmë si për Brukselin ashtu pas inkorporimit në ligjin e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, detyrimi i Kosovës për të zbatuar këto obligime mbetet imperativ dhe nuk ka hapësirë për shumë ekuivoke. Aktualisht ne tash duhet të referohemi vetëm zotimeve publike, deklarimeve publike që këto subjekte politike kanë dhënë, ajo që mund të jetë në prapaskenë që i takon dimensionit okult është vështirë të interpretohet për analiza publike. Si lëvizja vetëvendosja ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, por edhe Partia Demokratike e Kosovës publikisht kanë deklaruar se kanë vullnet politik në kërkim të një emri konsensual për pozitën e presidentit. Madje vetë kryeministri i detyrë Albin Kurti disa herë është zotuar se ka interes të diskutojë, të bashkëpunojë me opozitën në kërkim të një emri për pozitën e presidentit. Mirë po, ka lënë të nënkuptohet se në varet opozita ka ndruar qasje ndaj partisë fituese të zgjedhjeve. Po ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e ka përjashtuar kategorikisht një gjë të tillë. Vetë kryetari i këtij subjekti politik pas konfirmimit se mund të vazhdoj mandatin si drejtues i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka deklaruar se është i gatshëm të ulit e të bisedoj për pozitën e presidentit dhe se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të shndrohet në blokadë sa i përket konstituimit të organeve të reja të dalura nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Pra, parimisht në aspektin e deklarimeve publike, ka zotime, ka deklarime të këtilla që gjitha subjektet janë të gatshme ta kërkojnë një alternativë, mirë po mungojnë detaje dhe mbetet të shihet se mbasen në rrugë sipër mund të lindin tensionet për emrat përvetshëm dhe të mos gjendet, të mos zhbllokohet procesi. Është vetëm një çështje e cila mund ta çojë vendin përsëri në zgjedhje, pa përjashtuar edhe temën tjetër që u hapsa i përket atë gjykimit të fundit të gjykatës kushtetuese, e cila janë jetë të drejtën e pozitës së nënkryetarit të komunitetit serb, partisë fituese të zgjedhjeve në kuadër të këtij komuniteti. Pra janë këto dy çështje kryesore, kruciale, me cilat realisht mund ta mbajnë të bllokuar vendin dhe mund të shkohet në zgjedhje. Nuk ka në aspektin tjetër procedural nuk ka çështje tjera, do të thotë partia fituese e zgjedhjeve me një lehtësi të thjesht politike mund t'i sigurojë numrat si për votim të qeverisë, konstituim të kuvendit e tjera, do thotë. Dhe tash në varet se cilat janë kalkulimet e subjekteve politike, në këtë rast televizjes vetëvendosja